Përcera një ndeshje për të revolitet për opinionin e publikut një prezentim dinjitos i Kooperativit Shkodër. U bëj një ndeshje e luftuar, u bëj një ndeshje që pati goxha histori brenda. Patjetër që Vllaznia pati dominancë në çakullim, në posedimin e topit. Ne u munduam të shfrytëzojmë ato rastet tona që për mendimin tim ishin fatale. Mund të përmendim mos rastin që kishin vetëm për vetëm me Gresën, por edhe dy shtyllat që goditën. Kështu që unë mendoj që çunat dhan maksimumin. Mendoj që ishte një paraqitje pozitive të gjithëve. Personalisht, për mua si trajner, më shumë ishte një test i rëndësishëm për sa i përket qëllimit fizik të ekipit. Pra, kjo ndeshje shërbeu si maja e icebergut të ngarkesave që kemi dhënë gjatë kësaj kohe. Kështu që të paktën nga përgatitja fizike jemi shumë të kënaqur. Kampionati është prioritar, por edhe për klubin kemi pasur pikë synimi për të ecur më lart. Me thënë drejtën, kupa për ne do të ishte si bezdi për më vonë. Prioritet për ne është vetëm kampionati, kështu që nuk e marr parasysh edhe kontingjentin që kemi, po presim afrimet e tjera. Sot kemi pas kontingjent të cunguar, mund të përmend që kemi fut disa lojtarë të Akademisë Pogradecit që u aktivizuan sot për herë të parë. Kështu që personalisht jam i kënaqur nga gjithë paraqitja gjithë ditën. Opinioni është i karikuar për një Pogradecë superiore, ju e besoni? Po të gjithë ne jemi të karikuar, jemi entuziast, kemi besim, puna po bëhet e madhe, klubi po punon shumë edhe për të ofruar lojtarë të tjerë cilësor që mund të na ndihmojnë për pjesën e dytë të sezonit. Patjetër që gara është e fortë. Kemi dy ekipe rivale si Laçi dhe Skënderbeu që unë kam thënë gjithmonë që ekipet që zbresin në Superliga gjithmonë kanë një marsh më shumë vitin e parë të karrierës së parë, kështu që na ngelet për të bërë një punë shumë të madhe që të arrijmë nivelin e këtyre dy skuadrave. Sfida e parë për vitin 2026 ka një rëndësi shumë veçantë për ne. Kemi një ndeshje me Besën në Pogradec, kështu që fokusi jonë patjetër që është maksimalisht aty, ashtu siç e patë edhe sot, disa lojtarë shumë të rëndësishëm u mundova që t'i shlodhja, qoftë Perja, qoftë Danladi, qoftë Inxho, kështu që të shohim, duhet patjetër që ta fitojmë ndeshje. Është finale e parë për ne. Futbolli shqiptar i kënaqur me bashkëpunimin? Po patjetër neve kur na ofrojnë që të bëjmë punën tonë, atë që e bëjmë më mirë, atë që kemi pasion, jemi të hapur për bashkëpunim me çdo klub. Kështu që realisht jam i kënaqur në Pogradec, kam gjetur një ambient shumë të mirë. Klubi po investon fort në struktura, qoftë edhe në kushte servitore, kështu që patjetër që do mundohemi që të bëjmë punë mirë tash problem. Faleminderit, sukses. Faleminderit juve, sukses.